Fetaj ka konfirmuar se do të vazhdojë karrierën në Emiratet e Bashkuara Arabe. Për të ishte raportuar më parë interesi nga lindja e mesme dhe pse emri i klubit me të cilin do të luajë nuk bëhet akoma i ditur. Fetaj përmendi kushtet e ofruara financiare që e kanë shtyrë të largohet nga Lokomotiva Zagrebit. 20-vjeçari mes fushës konsiderohet një nga talentet më të spikatur të kombëtares për moshën e tij. Kjo lëvizje mund të ndikojë jo pak tek e ardhmja me kuqezin, pasi akoma nuk ishte debutuar për të treguar aftësitë. Thash jam të mirë të gjithëve në klub dhe jam në pritje të finalizimit të transferimit. Duhet të jetë një klub nga Emiratet e Bashkuara Arabe, jemi afër marrëveshjes dhe nëse nuk ka probleme, do të shkoj në lindjen e mesme. Gjithsesi po largohem nga Lokomotiva dhe duhet të shpreh mirënjohjen time për të gjithë. Lokomotiva ishte familja ime e dytë. Erdha si një 18-vjeçar anonim nga Rabotnički dhe te Lokomotiva pata një shans të tregoj vete dhe nuk do t'i harroj kurrë këto 2 vitet e mrekullueshme. Të gjithë në klub më ndihmuan dhe në veçanti jam mirënjohës ish trajnerit Silvi Çabraja, i cili i besoi tek unë, më dha një shans, më inkurajoi vazhdimisht dhe më dha besim, u shpreh fillimisht Fetaj për Sportske Novosti. A keni pasur ofertë tjetër? Nuk e di, menaxherët kujdesen për këtë. Kushtet e ofruara janë dukshëm më të mira financiarisht dhe nëse nuk ka probleme duhet të nënshkruaj kontratë në ditët në vijim dhe do të shkojë në Emiratet e Bashkuara Arabe.